si mendoni tani, si kuptoni ju këtë lëvizje? Ndihmohet kështu Erion Velia me këte, apo ka ardhur për thjesht për treguar që është një Amerikan këtu? Kush kupton Velia? Po. Ata thanë jemi konsulent të Erion Veliajt, duhet dhe kështë status është një status shumë dyshimt. Se qa konsulent se mund të javën Erion Veliajt? Jo, në fillim thot ne jemi studio jonë është studio konsulent të Veliajt dhe ai ka status në vëzhguesi. Pra, Veliaj ka një studio konsulente nga më të mëdhat në Amerikë, e cila si pas të dhënave që ka punon vetëm me kompanitë të mëdha ose me individ shumë të pasur, dhe këshillon dhe kryetarën e Bashkisë Tiranës. Kjo është një shenjë që në fakt të bën pesimist, nuk të bën optimist. Sepse përveç të tregon për lidhje okulte, të pashpjeguara dhe të pashpjegueshme që ka një zyrtar i lartë i Shqipërisë, me një zyrë konsulence, me një zyrë avokatie shumë të madhe amerikane, tregon edhe që të bësh drejtësi me këta njerëz që kanë këtë pushtet dhe këto lidhje është shumë më e vështirë se sa me të gjithë tjerët. Sepse të bësh drejtësi me këta, nuk do të përplasesh vetëm me këta dhe me avokatët që ata kanë në Shqipëri, por me gjithë lidhjet e tyre që ata kanë sponsorizuar me para të padeklaruara ose me mënyra të tjera, me interesa, deri në Shtetet e Bashkuara ose në Europë. Në përgjithësi ata përdoren Shtetet e Bashkuara sepse fjala Shtetet e Bashkuara ka më shumë ndikim në Shqipëri. Kështu që kjo të bën pesimist, të imagjino tani që kemi një SPAK i cili në ditën e parë që e ndaloi Veliajin u përball me presionin e kryeministrit, duhet të lidhesh, me presionin e grupit parlamentar të PS-s, me presionin e medjave që i kontrollojnë ata, me presionin e bizneseve që kontrollojnë ata, dhe tani vjen edhe nga Amerika një studio ligjore e madhe amerikane, e cila po nesër do e vëzhgus, por pastaj mund të marrë dhe çështjen në dorë dhe ta ndërkombëtarizoj. Pra është një betejë shumë e pabarabartë, e cila të bën pesimist për mundësitë që ka SPAK-u për të goditur krimin në nivele shumë të larta, atë që kemi kërkuar vazhdimisht nga SPAK-u. A bilega? Shiko, kjo është 10.000 euro tani, 10.000 dollar tani, kupton gjerjeve? Nuk po diskutoj fare këto se i kemi thënë këto të Veliajit. Ideja është kjo. Imagjinoni SPAK-un i cili është i ndarë në fraksione. Ne e dim të që se ka një fraksion i madh në SPAK kontrollohet nga qeveria, nga pushteti, ose të paktën e pranon bulizimin dhe presionin e pushtetit. Dhe një pjesë shumë e vogël e prokurorëve dhe në një gjyqtarëve të GJK-s janë ata që më sfidojnë presionin nga pushteti. Nuk e pranojnë. Marrin vendimet, cilat janë vendimet cilat ne na habisin dhe i përshëndesim. Dhe vazhdimisht themi çfarë ndodh me SPAK-un, kush e kontrollon? A e ka apo jo pushteti, a e ka Rama këtë apo jo? Janë pikërisht ky grup i vogël që është aq i vogël sa nuk mund të çojë përpara shumë çështje. Dhe ky grup i vogël tani, ku përfshihen 2-3 prokurorë dhe gjyqtarë, janë 2-3 gjyqtarë, gjendet përballë një presioni sapo ndalon Erion Veliaj, arreston Erion Veliajin, gjendet përballë presionit direkt të kryeministrit, publik. Imagjinoni se publik, flasim ne për njëri si Edi Rama, që të merr në telefon për një lajm dhe të lëshon gjithë baterinë e asaj që ka dhe ne e dim të gjë, imagjinoni sa është presioni publik. Mbledhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Bëhet një tjetër seancë gjyqi për SPAK-un. Pastaj marrin atë drejt rektorin e Universitetit Bujqësor, i bën një tjetër seancë gjyqi SPAK-ut. Pastaj i bën një demonstratë atje dhe nuk i çojnë policinë dhe i lën prokurorin e duar protestuesve nuk dilte dot shkonte në shtëpi. Dhe drejtoria e burgjeve nuk e pyet fare SPAK-un se këtë do takojë njëri që është në paraburgim, që është detyruar ta pyes. Si s'ndodh me Ilir Metën për shembull, që nuk e lejon të takojë njerëz. Drejtoria e burgjeve është detyruar të marrë leje nga SPAK-u, ku lejon një avokat, sigurisht, se është paraburgim ai. Është akoma leje të merresh nga SPAK-u, nuk nga drejtoria e burgjeve. Pra të gjitha këto tregojnë se si këtu kemi një pushtet i cili e ka shtypur aq shumë pushtetin e drejtësisë sa mezi marrin frym 2-3 prokurorë dhe 2 gjyqtarë. Dhe përveç kësaj, kur e shohin gjithë të presion, ai u bën presion publik andej. Dhe ta thonë, ç'na që është në burg ai, duke bërë presion publik ai çdo ditë, duke sharë nga rob të shtëpisë të tjetrin. Ç'na thonë këta që është në burg. Imagjino pastaj ç'ibën dëshmitarëve. Kanë nxjerrë Ora News para 2 ditësh një bisedë të Bushkës me Llagamin, deputetës me kryetaren e KLG-s,
për i senatorë, thosh, kush është gjyqtar aty i radhës, kush dëzhur, se po na vitojnë të një senatorë, dhe ajo jep të emrat e kush gjyqtarëve dëzhur. E kupton çfarë bëj, çfarë ndikimi mbi drejtësinë kanë këta? Atë shohim ne, është maja e icebergut. Pra në këto kushte, na vjen dhe zyra e avokatisë së Trumpit dhe bën një show përpara gjyqit, dhe ne nuk mund të themi më që ka drejtësi. Niveli pa drejtësisë bëhet aq i madh, se këta gjyqtarë dhe prokuror janë heronjë nëse japin drejtësi. Qartë. Gjyqtari. Sepse një gjyqtar, po dhe një prokuror që kërkon, po një gjyqtar, Prokurorisht po ai. i cili gjendet, s'ka rëndësi, prokurori Ai dhe mund të tërhiqet për shkak edhe mund të ishe. Një gjyqtar që shikon që këtu bëka gjyqi, që Erion Banit, gjyqtarit tjetër, ju bë gjyqi, ju bë biografia, i doli emri në gjitha portalet dhe gjitha mediat që kontrollin këta. Dhe gjithë biznesmenët janë të angazhuar për të liruar Erion Veliejn. Pastaj bëjnë presionet nga më të ndryshme në gjitha llojet, mund zgjedh rrugën më të lehtë. Të mos bëj drejtësi. Qartë. Pra, këtu nuk mund të themi që ka drejtësi. Këtu drejtësia është si pasojë e kokrisjes së disa njerëzve, jo e vullnetit të një pushteti. Nesër ne do shohim një provë. Se ky pushtet i ka mbytur ta. Nesër kemi një Kjo është kokrisje. Qartë. Po nesër do shohim një provë gjithsesi. Nesër është prova sa kokrisur dhe gjyqtarët, të po themi ne. Të gjithë ne po themi që gjyqtari në gjithë të presion është aq kokrisur, themi, sa dënoi Samir Tahirin. Ky po do ketë të njëjtë Atëherë me që e the kush është gjyqtari? Sekondari është një gjerë e Jo, një minutë. Një minutë, ta bëj pyetjen. Para se të bësh pyetjen, mund të them diçka në kontekstin e shantazheve mediatike që përdoren ndaj prokurorit dhe gjyqtarit? Patjetër. Situata bëhet e rëndë, sepse te disa lajme që kam lexuar, ata nuk merreshin vetëm me gjykatësin dhe prokurorin, po merreshin dhe me familjarë dhe njerëz të afërm të gjykatësit dhe prokurorit, pra zotit Erion Bani dhe zotit Orisdado, por i kishin hyrë aq thellë sa tregonin dhe emrat e gjyshes, tërgjyshit, si i kishin ndryshuar, dhe në rastin që një prokuror ose një gjykatës është përpara marrjes së një vendimi, nuk peshon më vetëm koston vetjake që do të ketë, po dhe koston e familjarëve të tij, edhe koston e njerëzve të afërm të tij, të cilët pa pritur mund të bëhen dëm kolateral i profesionit dhe mendimit dhe bindjes së tij personale se si jep drejtësi edhe shqyrton një ankim masë sigurie. Kush është gjyqtari për masën e sigurisë nesër ndaj Veliejt, zhdim për të. T'ja themi njerëzve fare thjesht shkurt e saktë. Çfarë ka bërë ai deri? A ka gjykuar çështje të bujshme? Ka gjykuar çështje të bujshme. Emri. Enigert Pollumbi është gjyqtar. Po e që se e kemi e shohim aty. Është gjyqtar në gjykatën e apelit të posaçme, prej disa vitesh aty në fakt. Ai ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Erion Veliejt, i cili është Samir Tahiri. Është pikërisht ky që Samir Tahiri. Ndërruar të shikoj se është ky gjyqtari, Enigert Pollumbi, i cili ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri, i cili u dënua nga ai duke hequr edhe mundësinë e zotit Tahiri për t'ia ndryshuar dënimin me burg në shërbim prove.